ata nëpërmjet votave kanë euro, fundi fundit e kanë fitimet e tyre. Por për mos me pas njerëz dëshpërum si ti, si unë, si ai tjetri. Unë jam super aktiv, dje po ata promovimin e këngës në Albi Mall, po ata një mini koncert 30 minuta, këndoha një 4-5 këngë mia të vjetra dhe këngën e ri Hynesha e Prishtinës. Hynesha e Prishtinës, bukuria jote, ndjek si zjarr. Përshëndetje. Kush ket ju? Kosovajin, po. Çdo mëngjes, po ta shngoj emisionin tanë që më bëm kënaq. Rënosh, faleminderit shumë i dashur. Zot, çfarë frizurë të mirë ki, bravo. Faleminderit monona. Bravo, shumë, po. Edhe jot jam ka pas pëlqyer ajo me bisteka. Po fshar. Po njerë mi kanë bo bistekat, po. Ajo kanë shumë vajte, po të gjina ndjek. Rënosh. Zoz, jena dëshpëru. Për? Na, si për krahas tot, unë personalisht jam dëshpëru me rjedhen e lojës që ka ndodhë mrena Big Brother. Nashti është kotë se taj që po folmi është me vones, po, unë e zuzin e një kitë ndryshe. Rënosh, ideja është kjo, vlaqko. Që thojnë, qka e ka buaj në të risk, për dikon s'ka që e merë. Edhe krejt mu pashu kundër me, nëse ka qenë risk jam unë e kësha këtu. Ku për du me dalë është që? Nëse e shohim tash me merita, meritore, loja, debati, general knowledge, do me thonë një ori generale, sa dime, përvoja jetës sene, nështë aty, jëmë konë ma i forë se shumica aty. Por, në fund fiton ai që votohet ma shumë ti. Deri sa, ka me qenë ky sistem, që me një numër telefoni mundesh me votu vetëm 5 vota, deri këtu jena super mirë. Por nëse kishin mujt me bo edhe online me u votu jo ma shumë se 5, eventualisht 10 vota, kish me pas një farë baraspeshe më të mirë, sepse online sa ki parën kartel mund është me votu. Edhe kuptoj sepse Big Brother është një projekt që kushton shumë shtrajtë sene dhe ata nëpërmjet votave kanë euro, fundi fundit e kanë fitimet e tyre. Por për mos me pas njerëz dëshpërum si ti, si unë, si ai tjetri, i shkon mirë me pas një farë balanci në mes të votave. Kjo është mas Big Brotherit? Unë jam super aktiv, dje po ata promovimin e këngës në Albi Mall, po ata një mini koncert 30 minuta, këndoha një 4-5 këngë mia të vjetra dhe këngën e ri Hynesha e Prishtinës, është këngë që është pëlqyer shumë, ka shku mbi 500,000 viewers për një javë, Albi Mall si zakonisht përkrah shumë kulturën, artin, muzikën, ju ka pëlqyer projekti, ju ka pëlqyer kënga, teksti dhe... Apo na kënon pak për Kosovë. Po mëre? Hynesha e Prishtinës, bukuria jote, ndjek si zjarr. Hynesh të qofsha fal, ma vlon gjaku në damar, vetëm afër teje, ndihemi qartë. Kjo? Veç për juve. Kjo është një, unë e thamë, komu konë him për kërejt e popra, seriosisht. I love you, man. Truj zoti. E ju të dashur me që rëni me neve, sepse gjonat e mira i së dhe veçna, Kosovajin për ju informon për çdo gjë.